Jeni piktor. Kur keni filluar pikturën, Iliri? Unë tash të them drejtën që i vogël ishte dëshira e prindërve të miqit. Babai ka qenë në rrethin e vizatimit në 30-ën me Ganis Razimirin, por nuk e vazhdoi si Gani u bë starak. Po ishte shok i ngushtë i arkitektit Ganis Razimiri, po ka qenë në këtë kursin e vizatimit të Tiranës vitet 30. Dhe e kishte dëshirë këtë punë edhe ai ma jepte pasionin bashkë me maman. Kam botuar në revistën Fatosi i vogël, 59-ën a 58-ën. Kam një botim. Pastaj gjithmonë jam marrë me zbukurimin e festave në shkollë, isha unë që më i shkati se sa. Dhe pikturat e juaja, duke qenë dhe djali kundër admirali, kanë qenë lidhura shumë me detin. Të them drejtën, më kujton historitë e Vegjilis. Po. Dhe nuk keni pas Zamir piktura tipike të realizmit socialist. Tash kjo është një temë shumë e çuditshme. Po të marrësh artikuj. Pse ja u thash, sepse dje pash një dokumentar të mikut tonë përbashkët Agim Rada, rebelit, njeriu që kishte shtetin me një banor. Thotë unë kam shtetin tim. Është nga bashkëpunëtorët e mi në disa aktivitete. Ai ka bërë yjet e Pallatit Kongreseve. Unë kam qenë piktor edhe i skenave të 1 majit ose parakalimit 1 majit, ato dekorin e qytetit apo edhe mbledhjet soleme ose kongreset. Në disa nga këto, Gimi ishte bashkëpunëtor që realizonin klasikët. I bote me lehtësie dhe ishte shumë i talentuar. Po disa herë kemi qenë bashkëpunëtor. Tash desa them këtë që dhe Gimi, edhe ju, nuk keni, për shembull Gimi në skulpturat e ti ka për shembull Onufrin, Kokozelin, këto nuk ka bërë atë punëtorin e famshëm që Gimi i quante pllakate. Po të themi gjë. Unë kam parë librat që shkruajnë tash jo artikujt. I mësojnë shumë kësaj realizmit socialist. Unë kam bërë një dëshmi. Kush kanë qenë profesorët e mi? Asnjëri nga ata nuk na ka dhënë realizmin socialist. Të gjithë kanë mbaruar në Italinë, Poloninë. Është një dëshmi që unë e kam botuar. Si duket e gjithë kjo frym është fut ke ju. Më thuaj ti. Ke pa në një libër të metodës të realizmit socialist që na është dhënë nga shkolla? Ja. Ne kemi pas vetëm në estetik një libër të Alfred Uchit. Po, etika dhe estetika. Për artin modern dhe ishte një libër si këto që i shohin tash. Kishte kritika. Parma na bonte të njohur me artin modern. Nëpërmjet kritikës bëjte art. Po ne metodë të realizmit socialist, siç kishte Bashkimi Sovjetik, ne s'kemi pasur libër. As letërsia nuk e ka pasur.